Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po vazhdojmë të takohemi në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit dhe më të diskutuarat që kanë ndodhur në shtëpinë e Big Brotherit. Do të ndalojmë tek një moment kulminant ku brenda një debatit Danja e prekën me dorë Gertën për ta kthyer kokën tek ajo. Dita e djeshme ka qenë një ditë shumë e gjallë, ka qenë një ditë shumë diskutimesh ku Danja për herë të parë në 100 ditë brenda asaj shtëpisë kthehet në atë mënyrë vulgare duke u grindur dhe duke dashur që banorëve t'u shpjegojë qëllimin dhe qëndrimin e saj. Gjatë një debati që Danja po bënte së bashku me Gertën tek këndi i Lori Kafes, banorët e kanë patur gjithmonë provokimin nëpërmjet ignorancës, mendoj unë është provokimi më i keq që mund të bëhet në jetë. Gerta po provokonte Danjën nëpërmjet ignorancës gjatë kohës kur ajo po fliste. Në momentin që Danja fliste, Gerta mundoheshte që ta ignoron që Danja të mos ketë mundësinë që t'i kthehet në komunikim dhe domethënë t'ja dëgjoj fjalën e saj. Danja nga që nuk e përballonte dot ignorancën që bënte Gerta, dikur i quanim shoqe, dikur ishin pjesë e një grupi, domethënë e koltuku të kuq, tashmë gjithçka është shkatruar për interesat e një lojes. Danja në një moment e prekën me dorë Gertën për t'i thënë që mu kthe këtej nga ana ime dhe më dëgjo këtë që po të them unë. Gerta më njëherë filloi duke bërtitur që mos më prek, ndoshta e përdori si një moment viktimizimi atë momentin e Danjës dhe aty filloi diskutimi edhe më i madh mes Danjës dhe mes Gertës ku fansat e Gertës kërkojnë një zarf të zi për Danjën që Danja të largohet me zarf të zi dhe të merren vendime për veprimin e bërë. Unë jam shumë i bindur që në qoftë se do të kishte qenë në një pikë të lojës më herët, vllau i madh ndoshta edhe do të kishte replikuar, ndoshta edhe do të kishte marrur një zarf të zi, por në pikën e lojës tani, që kanë mbetur vetëm edhe 20 ditë dhe ku strategjit do të fillojnë të eliminimit të finalistëve të parë, nuk ma merr mendja që do të ketë një zarf të zi në shtëpi. Marrëdhënia e Gertës edhe Danjës është një marrëdhënie tepër tashmë e fëlliqur, është një marrëdhënie tepër tashmë e ftohtë, edhe pse kjo marrëdhënia apo ky momenti është bërë publik edhe në Instagramin e Gertës, unë nuk e besoj që vllau i madh do të merr një zarf të zi për të futur në shtëpi për të bërë një vendim. 4 gocat, Gerta, Rozana, Danja dhe Egli, ditën e djeshme janë ngrindur aq shumë duke haruar veten e tyre. Unë për herë të parë në këtë spektakël në fakt e shoh Danjën aq të tensionuar, aq të irrituar dhe aq të inatosur kundërdrejt marrëdhënies së saj me Gertën. Dhe për këtë gjë, unë besoj që do të trajtohet në Prime shumë si temë, do të merren mendime nga opinionistët, do të merren qëndrime nga Ledion Liço për kulturën të përdorur nga ana e vajzave, por nuk ma merr mendja që do të ketë një zarf të zi sepse nuk ka patur deri më tani dhe nuk ma merr mendja që tashmë në këtë 20 ditëshin e mbetur do të ketë vendime drastike për këtë shtëpi.